ka ndodhur, me thonë para 5-60 vjetë dikon, në Damask, Siris, është një hoxh Ratib Nabulsi, është një sheh, është gjallaj, ai po tregon historinë. Po thot një xhami të Siris para sa vjetë, imami i xhamis, hoxha, e ka pa nanër pejgamberin alayhis salam. Hoxha ka pa nanër pejgamberin alayhis salam. Edhe pejgamberi ka thonë hoxhës anër, bëni selam atij kojshis e kini xhamatli aty që vjen. Bëni selam atij ai ko më kanë me mund xhenet. As ka mujtaj direkt me po pejgamberin, se du të me po imamin, se ka dasht Zoti mi dhomë si me dhe imamit, se ka njerë imamit e hevjet janë hoj, duket fort burimir, e ka dasht Zoti mi ka dzu imamit që i ki dë gjemat më të mirë se ti. Është imami u habit, subhanallahu, u qut nestit, u shku në gjami dhe për lypat gjematlin. E kish pa nanër, edhe pejgamberi me anën, shkoj i tha, e kam një surpriz, e kam një lajm të mirë për ty, e kam një sehareq, një gzim. Veç pa më kalzu ti një herën e së të kalzaj lajmin. Më kalzu, a ke bo diçka njët, a ke bo një veprim të veçant, me cilin kishe mujt me dalë para Zotit. Mu fali kështu, edhe në fala, për mu fali shdasht edhe në më thonë pejgamberi me më fuki me gonë gjenet, po mu s'ke bo diçka ma ekstra, diçka ma specifike. I thot ai xhamati thot vallahi kam një rast po s'moj të kallzoj hoxh. Jo thot ti s'm kallzon mua, s'kallzoj ty. Edhe insiston hoxha shumë, edhe ai xhamati në fund vendos me i tregu. Thot hoxh hera pa njëri të parë që po i tregoj për këtë histori, po masi po varet ai gëzimi ose ai lajmi i mirë prej teje, po ta tregoj unë ato që unë mendoj se është specifike. Zoti Allah e din, po unë e llogariti. Qa ditë që ju martu me një vajzë, të mendu se është ndershme, të mendu se është një familjes mirë. Kur bo 5 muj, pej ditës martesës, gruaja em ka qenë shtatzon, po ma shumë muj se sa shine martu. Edhe unë e kum zbulu që gruaja em ka tratu para martesës. Edhe e kum shelë rastin, shpej e mullë kum mendu, qa me bo? 5 mujën martesë. Gruja është atë zonë mujën e 7. 2 mujë ma eret, jo mullë kum mendu, me lëshu, me shkurërzu, me divorcu, kam drejt. Edhe ka drejt, plotësisht ka drejt. Me marë me bo horë, me aqit ftyrën e zezë, a ka drejt? Ka drejt. E ka tratu. Me islam, a bon gjuna? Zbon gjuna. Me e marë me qutë të shpia, me divorcu, a bon gjuna? Nuk bon gjuna? Me drejt, i takon, e meriton. Me athirë familjen e saj, familjen tem, e me dalë mjë të regu atyne, tonë kanë më bo me mua dhe kanë me, bon vakis kanë me pranu dhe në shpe, ata, bo, pas vete, keni parasysh, ku kon niveli ati moralit familjar. Qka me bo? Këtë kam drejt, dhe më thonë, këtë që tu mund mu i bëj, pasit e lashe, edhe para Zotit dal i pastër, dhe më thonë, asë i gjuna. Fillova me mendu, me bo mi bo që tu, kjo është shkreta, ka bo gjunajnë, ka bo të keqen, mund me deviju, kjo fmi mund me mbet rrugve, unala me nova, me buj punë të madha për Zotin. Me mbyll këtë fardosje, me mshef situatën, mos me dalë kjo gruja dit lind, mos me ditë kërkush që është atë zonë, ditën që ka lind, ka shkue, ka marrë beben, u shku në gjami mu falë. Ka prit të dera gjamis, dhe një këtë gjemate dhe imami, edhe u sumet kërkush, e ka marrë atë fëmin, e ka shtinë më fund gjamis, edhe e ka falë namazin. Kur u kry namazin, ja ka nis beba me kajt, edhe gjemati në që ka thonë një fëmi i braktisun, i thujnë tash. Një fëmi i braktisun, edhe kërkush s'pe din kush e kalon. Ky tash, ky burri, që të të bura, ky ka fëmi i braktisun, po pe vendosi për hirë të Zotit me marrë me qunë shpe dhe me rrit. Edhe merë fëmi, edhe ja këthe nanës dhe vetë tash, bashkëshortës ti. Rritet fëmija dhe kërkush njët nuk e din se ky fëmi është, ky tash kretë menojnë që e ka rrit një fëmi braktisun. Po që vendet që të punë e këmbo për Zotin,
edhe ja kom qelë derën grus tem mu pendu sinqerisht para gjuna që ka bo. Aja marrë mene që kjo gruja a i metet na i derë veç mu pendu, veç du me pas tyr hit se a i mbetet kësoj gruje tjetër veç mu pendu mo, a ka na i rok tjetër, a ka na i formë ma të mirë se me shti mu pendu, me pa mojt 1 milion ligjerata, a kish mujt dikush me shti mu pendu ma shumë se që kjo gjest? A ka 1 milion libra me lexu, a kish mujt dikush me bind mu pendu sinqerisht para Zotit, se sa që kjo veprim? Për ata, nëse dëshirojmë mi u prediku njerëzve fen, punën e parë që do të me bo njerëzve do të mjau lut metat, mos mjau shplut ligat. Se na këta kem të lashe. Edhe unë mendoj kjo problemi kohës. A besoni që ka njerëz gjytarjen me snajper të rinë, nuk kanë pluma. Gjithë ditën i këshyrin dyrbi kush pa gabon. Edhe ja qetë Facebook, janë i gaboj. Ja qetë në gazet, tjetër i gaboj. Gjytari gabime është.